çështjeve sociale dhe shëndetësisë, me këtë rendite, miratimin e procesit verbalit të datës 2 qershor 2025, si dhe shqyrtimi i projekt ligjit për shëndetin e kafshëve. Komisionin e shqyrton këtë projekt ligj në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. Atëherë kalojmë në pikën numër 1 të rendit të ditës, që është miratimi i procesit verbalit të datës 2 qershor 2025. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Keni ndonjë sugjerim ose vërejtje? Atëherë hedhim në votim. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë në pikën e 2 të rendit të ditës, që është shqyrtimi i projekt ligjit për shëndetin e kafshëve. Kemi të ftuar sot përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Arjan Jaullari, zëvendës ministër, dhe zonjën Keti Margariti, përgjegjëse sektori. Më lejoni, faleminderit për prezencën, t'ju jap fjalën zoti Jaullari për prezantimin e këtij projekt ligji. Faleminderit. Nderuar kryetare, nderuar koleg deputet, sot para jush prezantojmë një projekt ligj i cili përfaqëson një nga nismat më të rëndësishme të reformës për sigurinë ushqimore dhe mirëqenien e kafshëve dhe harmonizimin e legjislacionit shqiptar me rregullat e Bashkimit Evropian. Projekt ligji i shëndetit kafshëve parafron plotësisht rregulloren e BE-s 2016/429 të Parlamentit dhe të Këshillit Evropian, një akt që ka riformatuar të gjithë kuadrin ligjor të BE-s për sëmundjet e transmetueshme të kafshëve dhe për mbrojtjen nga sëmundjet zoonotike. Me këtë projekt ligj, jo vetëm përmbushen detyrimet e procesit të negociatave për kapitullin 12, por hedhim dhe një hap drejt standardeve moderne për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe njerëzve. Ky projekt ligj është një instrument i domosdoshëm për forcimin e parandalimin e sëmundjeve infektive dhe zoonotike, duke përfshirë brucelozën, tuberkulozën, sëmundjet e shpendëve dhe rreziqet që transmetohen nga kafshët tek njeriu. Së dyti, sigurimin e gjurmueshmërisë dhe kontrollit të lëvizjes kafshëve dhe produkteve shtatëzore në gjithë territorin e vendit. Së treti, ngritjen e standardeve për eksportin dhe tregtimin ndërkombëtar, duke i dhënë sektorit të blegtorisë shqiptare një mundësi reale për të qenë konkurrues në tregjet europiane. Së fundi, krijimin e statusit të zonave të pastra dhe zonave të kafshëve të listuara, bazuar në klasifikime të detajuara të sëmundjeve si në vendet e Bashkimit Evropian. Të nderuar deputet, ligji nuk është vetëm për zyrtarët dhe autoritetet apo mjekët veterinar. Ky ligj është për fermerët, për konsumatorët dhe për çdo familje shqiptare që kërkon siguri në zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë. Çfarë sjell ky ligj për fermerët? Mbrojtjen më të fortë ndaj sëmundjeve që mund të çojnë në humbje të mëdha ekonomike. Kafshë të shëndetshme, prodhim më të qëndrueshëm dhe produkte të gatshme për tregjet e Bashkimit Evropian. Mundësi të zgjeruara për eksportet nëpërmjet zbatimit standardeve që kërkohen në tregjet më të zhvilluara të Europës. Një sistem që redukton riskun dhe rrit besimin te produktet me origjinë shtatëzore në vendin tonë. Ky projekt ligj fokusohet në masat e biosigurisë, kontrollit, hyrje-daljeve të kafshëve, forcimit të survejancës dhe detyrime për regjistrim të operatorëve dhe mjekëve veterinar. Ai parashikon gjithashtu një bashkëpunim më të thelluar ndërinstitucional. Në zbatim të tij do të hartohen mbi 30 akte nënligjore gjatë 3 vitet të ardhshme, të cilat do të parafrojnë detaje teknike të rregullores së BE-s me realitetin shqiptar. Në fazën e konsultimeve publike ka pasur kundërshtime nga grupet e interesit, nuk ka pasur kundërshtime përveç disa sugjerimeve teknike nga mjek veterinar, të cilët janë marrë parasysh në relacionin e ligjit. Ky projekt ligj nuk ka kosto për buxhetin e shtetit, pasi struktura organizative dhe institucionet e zbatimit të tij janë tashmë funksional. Nëse duam një bujqësi dhe një mbledhtori moderne, të qëndrueshme dhe konkurruese, duhet fillojmë nga shëndeti. Shëndeti i kafshëve është baza e sigurisë së ushqimit
dhe besimit të konsumatorëve, tanë dhe të partnerëve ndërkombëtar. Ky ligj vendos Shqipërinë për krah vendeve anëtare të BE-s, jo vetëm në letra, por në praktikë dhe në zbatim standardeve më të larta. Faleminderit. Faleminderit zoti Jakub Llari. Më lejoni t'ja fjalën relatores zonjës Smerla Pitushi. Faleminderit kryetare. Të nderuar përfaqësues të ministrisë, të nderuar koleg, sot vjen projekt ligji për shëndetin e kafshëve për të miratuar nga ana jonë. Ky projekt ligj garanton sigurinë e shëndetit të kafshëve dhe njerëzve në mbështetje të prodhimit të qëndrueshëm blegtoral, funksionimin efikas të tregut, përmirësimin, gjurmëshmërinë dhe kontrollin e produkteve me origjinë shtazore, shëndetin publik në lidhje me sëmundje të caktuara, mbron njëkohësisht interesat ekonomike, zbutjen e efekteve negative për shëndetin e kafshëve, marrjen e masave për parandalimit dhe kontrollin e sëmundjeve. Ky projekt ligj ka për qëllim të përcaktojë rregulla për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve të kafshëve, të cilat janë të transmetueshme te kafshët ose te njerëzit. Organizimi sipas përparësive të klasifikimit të sëmundjeve dhe përcaktimin e përgjegjësive në fushën e shëndetit të kafshëve. Ky projekt ligj ka dhe disa dispozita. Ai parashikon detyrimin në lidhje me kontrollin e sëmundjeve, regjistrimin e miratimit të stabilimenteve, lëvizjeve dhe gjurmëshmërisë së kafshëve, materialit riprodhues dhe produkteve të origjinës shtazore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Hyrjen e kafshëve në vendet e Bashkimit Evropian, por dhe nga vende të treta të materialit riprodhues dhe produkteve me origjinë shtazore në Shqipëri dhe eksportimin e tyre nga Shqipëria. Lëvizjet për qëllim jo tregtar të kafshëve që hyjnë ose dalin nga vendi, nga një shtet në tjetrin ose në territorin e tij. Dhe njëkohësisht masat urgjente që merren në rastet se shfaqjes së një situate urgjente në lidhje me sëmundjet. Po ashtu projekt ligji merr një vlerësim për ndikimin klimatik, sigurinë e ushqimeve dhe për kafshët, natyrisht si zinxhir ushqimor dhe për njerëzit. Mirëqenien e kafshëve, rezistencën e kafshëve ndaj antibiotikëve, sigurimin e furnizimit me ushqim, pasojat ekonomike, social-kulturore dhe mjedisore. Efektet e pritshme të miratimit të projekt ligjit janë përmirësimi standardeve në lidhje me parandalimin, kontrollin dhe çrënjosjen e sëmundjeve të kafshëve sipas rregullave që aplikohen në Bashkimin Evropian. Përmirësimi i sistemit të informacionit dhe të raportimit, garantimi i sigurisë ushqimore për produkte me origjinë shtazore, nxitjen e investimeve në blegtori dhe agropërpunim, e rrjedhimisht rritjen e punësimit e zgjerimin e eksporteve në tregun evropian dhe të vendeve të treta. Projekt ligji është hartuar në përputhje me nenet e kushtetutës, përafron pjesërisht me rregulloren e Bashkimit Evropian pikërisht për sëmundjet e transmetueshme të kafshëve dhe ndryshimin e shfuqizimin e disa akteve në fushën e shëndetit të kafshëve. Nuk ka efekte financiare shtesë për buxhetin e shtetit, pasi strukturat zbatuese janë të ngritura dhe shpenzimet që parashikon ligji janë të parashikuara dhe në pjesën e programit buxhetor 2025-2027, pikërisht në programin buxhetor Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit. Të nderuar kolegë, ju ftoj ta miratojmë këtë projekt ligj për vetë faktin e saj sepse ofron përmirësimin e standardeve në lidhje me ushqimet dhe me pjesën më të vlerësueshme për shëndetin e kafshëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Pitushi, zoti Sheu, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Në drejtën unë nuk jam ekspert që të flas për projekt ligjin në mënyra në element teknik dhe profesional, sepse i takon një fushë tjetër dhe ata që merren e dinë më mirë se unë dhe më mirë se neve se ky ligj ka shumë element teknik, element personal, element të hollë, të cilët i takon të gjykojnë ata që merren me këtë fushë. Po unë do ta zgjerojnë çik diskutimin. Padyshim që blegtoria është një nga degët, është nga fushat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Ka qenë kështu në shekuj, si bazë ushqimi dhe si bazë zhvillimi ekonomik. Jo vetëm se thjesht një pjesë e madhe e bujqësisë lidhet me blegtorinë,
dhe është lidhur me të dhe e ka një efekt të ndërmjetëm të saj, por ama edhe sepse siguron të ardhurët ndaj ekonomike për vendin që ka siguruar gjithmonë. Fatkeqësisht, bregtoria shqiptare sot është në krizë të thellë. Është një krizë katastrofale. Po të shikojmë numrin e krerëve, ka një rënje gjigande. Shikoni, merrni qarkun e Gjirokastrës. Një vend tradicionalisht i lidhur me bregtorinë, ku bregtoria ka dominuar dhe ka mbajtur jo vetëm me bukë dhe me ushqim ata njerëz, po dhe me një nivel ekonomik të mirë. Sot kemi një rënje mbi 45% të numrit të krerëve. Gjendja është megjithatë tragjike. Krerët po therren, po shiten, po i shesin dhe jashtë kufirë Shqipërisë duke i bërë të kalojnë ilegalisht kufirin, gjë që ka rënë prodhimin bujqësor, bregtoral. Po shikoni ata që të cilët prodhojnë produkte qumshi, shikoni që kontrolloni pak. Shumë pak shikon bot dhe qumësh të hy. Shikon thes me qumësh pluhur që hyn. Pra gjitha po kthehet në një mashtrim. Edhe ai qumësh që vjen, që përdoret në industrinë qumshi, vjen nga jashtë, vjen në botë nga jashtë. Nuk është qumësh i prodhuar këtu, shumë pak prodhohet këtu. Vjen me botë nga jashtë. Qumshi vjen me botë nga jashtë. Dhe qeveria ç'bën? Ka në përkupim asgjë përkundrazi. Qeveria bën kundër masa, merr masa të cilat shkatrojnë dhe dëmtojnë gjendjen. Në vend që të merren masa për të mbrojtur prodhimin vendas, firmosin Ballkanin e hapur dhe heqin dhe ato mbrojtje doganore që janë prodhimit vendas. Shiko, unë jam kundër në parim mbrojtjeve doganore artificiale. Jam shumë dakord për tregun e hapur. Nuk kam asnjë kundërshtim, por që të ketë treg të hapur, duhet të ketë kondita të barabarta. Nga të prodhuesit tanë me prodhuesit e Serbisë, me prodhuesit e Maqedonisë, me prodhuesit e Kosovës dhe prodhuesit e tjerë. Nuk mund të ketë treg të hapur në dizavantazhe të mëdha. Ku ne kemi subvencionin 0,7% të GDP-s në total, Serbia ka 2,5%. Dhe të GDP-s saj ama, jo GDP son. Maqedonia ka 2%. Kosova ka 2%. Nuk mund të ketë barazim treg në të mënyrë. Të mos rritësh subvencionet dhe të mbash këto nivele, nivelet ndaja dhe të heqësh dhe barierat doganore, është shkatrimi i prodhimit vendas siç ka ndodhur në Shqipëri. Në Shqipëri është shkatruar prodhimi i vendas. Pse? Për politika të shtëmta, për korrupsion të thellë, për klientelizëm të thellë, një lloj siç ndodhet me medikamentet, Në një anë tjetër është ana e medikamenteve. Ktu. Pra, këtu neve po shkatrojmë, kemi shkatruar prodhimin vendas. Një krahasim të madhe të ekonomisë së Shqipërisë. Shqiptarët kanë jetuar me prodhimin bregtoral dhe me bregtorinë një shumicë të madhe. Prandaj të flasësh tash për të ligj, unë nuk kam kundërshtim, e thash kështu. Ata që kanë bërë është puna, janë specialistë, nuk kam asgjë për ta kundërshtuar teknikisht ligjin. Çfarë efekte ka? Nëse ne nuk rrisin subvencionet e mbështetjen e blegtorisë edhe të bujqësisë, patyshim të bëjmë asgjë. Kolegja përpara e tha, pak, e preku pak. Mbështetja për këto deg është minimale, është skandaloze në krahasim me atë që kanë jo vetëm vendet e Bashkimit Evropian, po edhe Serbia, edhe Maqedonia, edhe Kosova vetë. Prandaj këtu duhet të kuptojmë qartë. Këto ligjet i bëjmë, unë nuk kam asnjë lloj kundërshtimi, teknike janë, ti miratojmë, por nuk gjejnë miratim, nuk gjejnë aplikim, nuk gjejnë hapësirë të japin kontributin e tyre, nuk që ndryshon mbështetja për të sektor këtë rëndësishëm. Qarku Gjirokastër është një shembull i qartë i degradimit të ekonomisë blegtorale dhe bujqësore, se atë dhe bujqësia është e lidhur shumë me blegtorinë. Ka qenë funksion saj. Dhe asnjë nuk çan kokën. Nëse ne duam të zëvendësojmë blegtorinë dhe bujqësinë shqiptare me kanabisin, siç po ndodh, okay. Po kjo është krim, është krim kundër njerëzimit. Është krim kundër popullit shqiptar. Se kështu po ndodh. Po kërkohet të zëvendësohet me kanabisin, që ka mbushur fushat. Tash që më legalizuar dhe kanabisi, po ti të krim tash, i ndyr, i poshtër. Kjo është e vërteta. Pra, e para është kjo gjë. Janë pa efekt të ligjit nëse nuk krijohen mundësitë e mbështetjes
subvencione për të sektori. Lëm pasaj elementir edhe përdorimin e atyre subvencione që janë minimale me arsye politike, me klientelizëm politik, me korrupsion, me ndarje me ata që japin kaq përqind, unë t'jap subvencion me 50% mua, janë gjitha këto bashkë, po nuk po përmend, nuk po hy sot në ato. Po hy në makron. Jo në këto element për bërës të skemës së subvencioneve që janë në blegtori. Se kështu është. Kështu është, i di me emra. Ja u them të gjë, hajde një shkojmë atje. Ja u di me emra, me mbiemra, me si ndajnë lekët. Si ndajnë parat. Qa presione bëhen. Si përcaktohen ata që marrin subvencionet. Le jem gënjeshtrat. E dyta, unë do flasë për një gjë tjetër. Unë jam dakord, është një treg jo i lehtë sot ushqimor në tërësi, ku padyshim produktet blegtorale zënë një element shumë të rëndësishëm. Një treg i komplikuar. Është një treg shumë i komplikuar. A mundet ne të rezistojmë në këtë treg? Unë mendoj që mundet të rezistojmë në këtë treg. Duke përdor dy mekanizma të mëdha. E para subvencionet, mbështetjen financiare për të bërë të mundur konkurrencën në treg, dhe derisa të rrihet kjo, edhe barriera doganore duhen për të ulur dhe për zhdukur këto kur ne të arrim të krijojmë barazin të prodhuesit shqiptar me prodhuesin serb apo prodhuesin maqedonas, edhe prodhuesin grek. Are do duhen dhe barierat doganore, por nga tjetër duke ruajtur edhe një tipar të prodhimit ton blegtoral. Bion. A jemi ta bëjmë të gjë që ne të mbrojmë produktin ton blegtoral forcisht nga interferencat që të dalin nga hapësirat e një prodhimi bio? Kjo është një detyrë e madhe e ministrisë edhe shteti shqiptar do të ishte. Me këtë mënyrë mund të bëjmë konkurrencë. Që të bësh konkurrencë sot treg, duhet të ketë disa tipare të veçanta të tuat. Dhe kjo do ishte një element shumë i rëndësishëm, nëse do bënim të gjë. Të luftonin për prodhimin bio, të vini masa shtrënguese, kontrolle të mos përdorimit të elementeve që devijojnë nga ky prodhim. Kjo kërkon gjama, kjo kërkon një luftë madhe kundër korrupsionit. Se çdo gjë do shkatërrohet nga korrupsioni masiv që Shqipërit jemi kështu. Si shkatërrohen dhe medikamentet që vijnë fake drugs. Është korrupsioni që i bën, nuk është ka gjë tjetër, në historitë. Pra, kjo do ishte një gjë e madhe për ne. Së dyti, do të them këtë gjë. Unë nuk besoj te Aku. Ja po ja them rrumullak. Nuk besoj te Aku. Aku është krejtësisht jashtë funksioneve. Pse? Nivelin teknik, profesional, korrupsionin e thellë. Një lloj si agjencia e medikamenteve. Unë nuk besoj as pak as tek ajo. Asgjë s'bën. Ka një moment marrim një vendim. Unë mendoj që Aku duhet zgjidhë ndryshe. Ne duhet kemi një marrëveshje shtetërore për të kaluar kontrollin të një agjencie perëndimore. Një lloj si medikamentet. Mund të bësh një marrëveshje me iPhone italiane. Për të marrë ata supervizionin. Në mënyrë që të jemi të besueshëm që duam të çajmë dhe tregun perëndimor. Nëse duam të çajmë tregun perëndimor. Ligji po, ka standardet europiane, jam dakord. Po kush ja zbatoi ligjin çka? Kush ja kontrolloi? Ligje bën, nuk është lehtë. Merr modelet, shkruajnë ligjet shumë mirë, standardet europiane i ke këtu shkruar, puna është implementimi i ligjit në praktik. Kjo është çështje më e rëndësishme. Ne kemi ligje, edhe për sigurimin medikamentoz kemi ligje, po si sigurimi medikamentoz në Shqipëri zero, shkatërruese. Si siguria ushqimore zero, shkatërruese. Çfarë ndodh me salmonelat? Nuk ka asnjë konkluzion. Ç'u bën me atë rast ndodhi? Kjo me rast e parë, kjo të dytë, kjo të tretë. Një shembull vetëm, sa ka tjera sa duash. Sa ka të dhëna për përdorimin e hormoneve mbi standardet? Sa ka? S'kemi pa një denoncim. S'kemi pa në një proces për të gjëra. Pra, Aku për mua duhet të detyrimisht reformohet dhe kaluar krejtësisht në një bashkëlidhje me një agjenci perëndimore. Me Çin zgjidhet. Ka që përmes standardeve europiane. Dhe së dyti, kam dhe këtë gjë. Aku nuk mund të jetë pjesë e Ministrisë Bujqësisë. Ka konflikt të madh interesi. Ky ligj është i Ministrisë Bujqësisë, po, drejtuar në rregull. Nuk mund të bëj Ministria e Bujqësisë dhe prodhimin edhe kontrollin. Ky është kontroll ushqimor. Ky do Ministri Shëndetësisë ta bëj. Aku duhet të ketë dy mënyra. O duhet të jetë një organizëm totalisht autonom i pavarur,
auditet në Ministrinë e Shëndetësisë që kanë për shembull në vendet tjera Italia. Nuk mund të jetë edhe produs, edhe kontrollues i prodhimit tënd. Është konflikt interesi i madh. Ska, ta nisim që këtu. I lëm pas elementet e korrupsionit do të gjitha merat që thash. Ai është themeli i korrupsionit. Pra, aku duhet ndar për mua. Dhe duhet kaluar në umbrellën e një agjencie perëndimore. Me një marrëveshje shtetërore që i jepet kompetenca të plota. Duke shënuar ndoshta edhe fondet e Bashkimit Evropian, fondet e kooperacionit me vende të tjera direkte. Dhe aku duhet të kaluar agjencie, nuk ka lidhje me Ministrinë e Bujqësisë fare. S'ka si lidhje. Aku Ministrinë e Bujqësisë. Ç'lidhje ka aku Ministrinë e Bujqësisë? Aku kontrollon produktin, ushqimin. Ministria e Bujqësisë ka të ligj, ta zbatoj, që zbaton mirë edhe produkti përmirësohet, pastaj është dikush tjetër që kontrollon. Kjo duhet bërë një ndarje e plotë e kësaj gjëje. Pra, unë këto kam, nuk është çështja e ligjit. Ligji mund të shkruajmë shumë të bukura, me standarde, me të gjitha, bukur fare, shumë mirë. Unë i përgëzoj ata që janë shkruar. Por ama përfundimi në treg të njeriu, të shëndeti i njeriu, të konkurenca ekonomike, të sigurimi të tregjeve. Kush është? Impakti? Kjo është, faleminderit. Faleminderit zoti Sheu, në fakt impakti tek shëndeti i njerëzve gjatë këtyre muajve të fundit është lëkundur shumë, pasi edhe kontrolli po dhe rastet e një pasnjëshme të lançuara në media kanë qenë shumë të rënda, edhe mua më vjen mirë që u keni sjell një ligj, por që ne në fakt duhet jemi të përgjegjshëm sot ta diskutojmë dhe të nxjerrim më të mirën e mundshme nëse kemi mundësi ta bëjmë. Zonja Spahiu ka fjalën. Faleminderit. Faleminderit për paraqitjen zoti Jaullari. Në fakt ky mendoj që është një nga ligjet më të rëndësishme dhe shumë voluminos, pavarësisht ne nuk jemi ekspert te kësaj fushë, por është një nga ato ligje që na prek gjithëve dhe kur bëjmë fjalë për One Health, ne kemi parasysh se sa i rëndësishëm është ky ligj. Në vitin 2016 Parlamenti Evropian ka miratuar në fakt rregulloren mbi sëmundjet e transmetueshme të kafshëve dhe ligjin e shëndetit të kafshëve. Dhe pikërisht në vitin 2021 ka qenë gjithë vendet e Bashkimit Evropian që po e zbatojnë këtë rregullore. Dhe besoj që ju keni punuar shumë intensivisht, duke parë të diferencat e mëdha dhe mangësitë që kishte ligji i 2004-s për shërbimin veterinar dhe me ato ndryshimet e 2011-s, po përsëri aty keni konstatuar disa problematika. Unë dua të përmend disa nga problematikat e konstatuara, të cilat e bënin ligjin e 2004-s tashmë jo të përdorshëm për vendin ton, edhe duke ditur që ky në progres raportin e viteve të fundit, i cili përfshin edhe kapitullin e 12, siguria ushqimore, politikat veterinare dhe fitosanitare, janë një kapitull i rëndësishëm për të cilët padyshim që ju keni marrë edhe udhëzimet e duhura, jo vetëm për të hartuar këtë ligj sipas rregullores së 2016 së Këshillit Evropian, por edhe për ta bërë të zbatueshëm këtë ligj. Prandaj mendoj që puna që është bërë dhe duke e krahasuar edhe me problematikat që u përmendën edhe nga kolegu, mendoj që zbatimi i këtij ligji, edhe pse do të duhet pak kohë, do duhet 3 vjet që të dalin akte nënligjore, se janë shumë akte nënligjore. Mendoj që me hyrje në fuqi të këtij ligji do të marrin zgjidhje jo vetëm një sër problematikash që u përmendën, por mbi të gjitha është thelbësor ky ligj edhe për të siguruar zinxhirin ushqimor, për të ruajtur besimin tek konsumatorët, pra për të krijuar një lloj besimi tek produktet shtazore të vendit ton, por edhe për të shtuar konkurrencën në sektorin e blegtorisë, në tregun e brendshëm dhe të jashtëm. Ka një ndikim të rëndësishëm edhe në tregtinë e kafshëve dhe të produkteve shtazore. Padyshim që standardet më të larta do të çojnë një kosto më të lartë për operatorët, por këto kosto nga një anë do të ndihmojnë në sigurimin e sigurisë së zinxhirit ushqimor dhe nga ana tjetër do të ndihmojnë në krijimin e besimit dhe në hapjen e tregjeve të Bashkimit Evropian për produktet tona dhe të thithjes së investimeve tuaja në fushën e blegtorisë. Dua të fokusohem pak tek kjo e fundit, sepse për hir të vërtetës për produktet tona ushqimore kërkojnë patjetër, pra jemi në stadin që patjetër që ne duhet të konkurrojmë në tregun evropian
dhe pa miratimin e këtyre ndryshimeve, pra pa rritur këtë sigurinë ushqimore dhe mbi të gjitha pa siguruar një kontroll shumë të mirë të kafshëve, duke u nisur nga parandalimi, nga kontrolli, nga ndarja e përgjegjësive, nga gjurmëshmëria. Pra të gjitha këto janë pika të cilat fush veprime të ligjit, të cilat ne sot i miratojmë, po brenda 3 viteve do të hynë veprim. Dhe besoj që edhe kategorizimi i sëmundjeve që realizohet në këtë projekt ligj do të ndihmojë shumë edhe në kontrollin e të gjitha sëmundjeve të kafshëve, të transmetueshme midis kafshëve, por edhe tek njerëzit dhe tek dëmtimi që mund të bëjnë në ekosistem. Ka një kategorizim në 4 shkallë, ku shkalla e parë ka qëllim parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Shkalla e dytë i nështrohet rregullave të çrënjosjes së sëmundjeve, është rasti i sëmundjeve akute të kafshët, epidemive, pra rasteve që ne edhe i kemi patur edhe mund t'i kemi hasur kohët e fundit. Edhe ka sëmundjet që i nështrohen rregullave të survejancës veterinare dhe sëmundje për cilat ekziston rreziku i futjes për herë të parë në vend. Mendoj që si sektori i veterinarisë, por edhe sektori pra jo vetëm veterinarët, por kjo është shumë e gjerë, pra edhe ato që do të merren me tregtimin e produkteve veterinare, ku do të jetë një ligj i veçantë nga që ne do ta miratojmë, besoj, brenda vitit 2025, do të asigurojnë shumë herë më tepër tregun tonë në këto produkte shtazore. Ky në fakt është një ligj vërtet shumë voluminoz dhe nuk është që përfshin vetëm veterinarin, por duke u fokusuar në atë çfarë ne duam të arrijmë, pra në standardet europiane për sigurinë ushqimore, për politikat veterinare dhe për politikat fitosanitare, unë mendoj që me punën që ju keni bërë dhe me akte në ligjore që do dalin, një pjesë e problematikave që hasen sot në treg do t'i vi fundi, ndërsa në lidhje me problematikën e ngritur nga kolegun për AKU-n, ligji që ne kemi miratuar për inspektoratet, besoj që do ta ndryshojë situatën, edhe është një qasje krejt e re në lidhje edhe me inspektimin, ku dhe inspektorati do të funksionojë krejt ndryshe. Pra nga ligji që kemi miratuar, kemi kuptuar që do të ketë ndryshime edhe në mënyrën se si do të jetë kontrolli dhe pa i krijuar shqetësim edhe biznesit, dhe duke i krijuar lehtësi edhe konsumatorit. Faleminderit. Faleminderit zonja Spahiu, më lejoni të shpreh edhe unë disa opinionet të mia lidhur me këtë projekt ligj që keni sjell zoti Jakub Llari. Në fakt ju në relacionin tuaj dhe në referimin që bët deklarua që ky është një projekt ligj që përafrohet pjesërisht me rregulloren e PS 2016-429 mbi sëmundjet e transmetueshme të kafshëve. Megjithatë, nëse e lexon me vëmendje këtë projekt ligj të sjell nga ju, shikon që disa dispozita janë formuluar në mënyrë të paqartë dhe nuk reflektojnë plotësisht standardet e BE-s. Ky është një shqetësim fakt që ju duhet ta kishit marrë parasysh, sepse edhe në 2 progres raportet e fundit të BE-s, edhe të vitit 2023 dhe të vitit 2024 në tetor, ne kemi disa detyra të lëna konkrete nga Komisioni Evropian për fushën për sektorin kombëtar të kafshëve. Dhe eksaktësisht në raportin e fundit të tetorit 2024 të Komisionit Evropian thuhet që politikat e sektorit kombëtar, veçanërisht për ligjet përkatëse mbi kontrollet zyrtare, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve, janë ende të plotësuara dhe ende ne kemi bërë pak punë për hartimin e këtyre projekt ligjeve të mira, por edhe për kontrollin e situatës në Shqipëri. Të finalizohet personeli i shërbimit veterinar, pra numri i stafit të mjaftueshëm dhe trajtimi i përshtatshëm i tyre në mënyrë që të sigurohet se është plotësisht operacional. Ne në komision para disa kohësh kemi kaluar dhe ligjin për shërbimin veterinar dhe ne kemi parë këtu në fakt që kemi numër shumë të ulët të veterinerëve që punojnë pranë strukturave të specializuara për kontrollin e shëndetit të kafshëve, dhe ajo që çalon të më shumë në atë moment dhe gjatë atyre diskutimeve ka qenë ndjekja e procesit të vaksinimit dhe vaksinimi i rregullt i kafshëve në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kështu që unë besoj që ne nuk mund të hartojmë një ligj ose të cilë një projekt ligj siç është vetëm projekt ligji që keni sjellur sot i shëndetit kafshëve, por këto duhet të harmonizohen që të kemi një të tërë
bashkë me ligjin për shërbimin e veterinerit apo ligjet e tjera që ndihmojnë ligjin e inspektoriatit, pra që të kemi një agjensi të qartë mbikëqyrëse dhe si të forconi kapacitetin për të zbatuar programe efektive të mbikëqyrjes dhe të vaksinimit, vazhdon përsëri detyrat e lëna nga BE, mbi sëmundjet kryesore infektive të kafshëve, duke përfshirë detërbimin, kështu që to janë detyrat të lëna. Që unë nuk i kam parë relativisht, nuk i kam parë të qartësisht në këtë projekt ligj që ju keni sjell, pra nuk është e qartë nëse dispozitat e projekt ligjit zëvendësojnë ose ndryshojnë dispozitat e tjera ligjore shqiptare në fushën e veterinarisë. Një pike pa qartë në fakt që ndoshta ju mund të jepni edhe në një përgjigje është dispozita mbi transportin dhe mbikëqyrjen e kafshëve, ku nuk përmbahen ose nuk keni detaje të qarta mbi standardin e mirëqenies së kafshëve gjatë transportit. Gjithashtu, projektligji përcakton rolin e autoritetit kompetent, por nuk përcakton ose nuk qartëson nëse ky autoritet është një institucion ekzistues, pra e kemi, apo një strukturë e re që mund të krijojë mbivendosje kompetencash me institucione aktuale. Pra si është aktualisht dhe çfarë presim me këtë projekt ligj. Nuk është përcaktuar se cili organ do të ketë autoritetin për të vendosur dhe zbatuar këto sanksione. I bashkojmë shqetësimit kolegut Shehu që thotë që AKU-ja është në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, në fakt kontrollon po veten e saj dhe nuk duhet të jetë një institucion vartës, por duhet të jetë një institucion i pavarur që të kontrollojë shëndetin e kafshëve dhe pikërisht sëmundjet e tyre. Dhe si do të realizohen inspektimet, do të jenë periodike, do ketë një kalendar apo do të jetë thjesht të rastësishme për të përcaktuar në sezonat e pastra të kafshëve apo jo. Ju tha që konsultimi publik ka qenë një konsultim që ka pasur vetëm një sugjerim, unë nuk di nëse është pasqyruar apo jo, por shikoj që është i kufizuar dhe nuk shikoj që ju të keni bërë tryeza të mëdha konsultimi publik për këtë projekt ligj, pasi një nga pikat më të rëndësishme është që siguria është që ky projekt ligj në fakt do të ketë problematika që do të prekin direkt fermerët dhe bizneset e vogla. Pra, është bërë një konsultim më i gjerë përpara se të vinë ky projekt ligj me bizneset e vogla, me fermerët e vegjël shqiptar, të cilët natyrisht vuajnë mbështetjen, basat mbështetëse nga qeveria, por nëse ky projekt ligj i prek direkt ata apo jo. Dhe natyrisht që do të ndalohesha edhe një herë tek siguria ushqimore, skandalet e një pas njëshme të shpërthyera muajt e fundit dhe sidomos rasti me helmimi fëmijëve të kopshit të Gramshit nga salmonela është një këmban alarmi që ne këtu duhet kemi parasysh në të mirë të shëndetit popullatës. Çfarë do na sjelli relacioni juaj në fakt u ishte i shkurtër, ju keni sjellë një më të gjatë të depozituar në kuvent, por gjithsesi unë mendoj që ka qartësi për të adresuar problematikat e sigurisë ushqimore dhe parandalimit të rrezikut mbi produktet shtatëzore të importuara edhe nga vendet jashtë Ballkanit, jashtë Bashkimit Evropian, pra përveç se atyre të prodhimit vendos edhe atyre. Problematike është sepse pikat doganore edhe porti i Durrësit nuk kanë frigorifer, pra si do të transportohen këto produkte shtatëzore nga vendet fqinje drejt Shqipërisë, pra si edhe laborator specifik të cilat ne duhet i kemi bashkangjitur këtyre pikave doganore. Këto janë disa pikat pa qarta për cilat do të kërkoja një përgjigje. Faleminderit. Po, zonja Ekonomi. Pastaj kalojmë tek përgjigjet. Faleminderit shumë zonja kryetare, faleminderit përfaqësues Ministrisë Bujqësisë për sjelljen e këtij projekt ligji dhe të gjithë jemi të qartë që ky është një projekt ligj që shkon në linjë me thellimin e rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, fakti që në projekt ligjin në nenin e tij të fundit ka që ky projekt ligj hyn në fuqi 3 vjet mbasi botohet në fletoren zyrtare dhe analiza që është bërë në kuvend po dhe nga ju lidhur me përshtatshmërinë që ka ky projekt ligj me rregulloren e Bashkimit Evropian, mua edhe nga diskutimet e kolegëve këtu më lind natyrshëm një pyetje. Dhe pyetja është, në nenin 4 ju keni vendosur të gjitha përkufizimet. Një përkufizim që është shumë i rëndësishëm, që është përkufizimi numër 33 që ka të bëjë me kontrollin, edhe në analizën që bëhet me mënyrën se si qasemi rregullores Bashkimit Evropian, thotë që përshtatshmëria e këtij definicioni është e pjesshme. Atëherë unë kam nevojë për një shpjegim, çfarë do të thonë një përshtatshmëri e pjesshme dhe një hyrje në fuqi mbas 3 vjetësh dhe si do të vazhdoj rutina juaj e punës gjatë kësaj periudhe që ligji është ende në proces implementimi.
Po, që kjo pyetja ime e dytë lidhet me faktin që zonja kryetare bëri një shpjegim lidhur me raport progresin e Bashkimit Evropian për situatën e shëndetit të kafshëve në Republikën e Shqipërisë, dhe ato kanë lënë disa rekomandime. Një ndër rekomandimet që ato kanë lënë ka qenë numri i analizave që duhet të bëhen në Institutin e Sigurisë Ushqimore në Shqipëri dhe shtimin e numrit të testeve. Tani nga progres raporti që ka qenë në muajin tetor deri sot, a mund të kemi ndonjë informacion lidhur me progresin ose nuk e di, me situatën që mund të kemi në testet laboratorike që janë bërë për shëndetjen e kafshëve, sepse ka qenë një nga pikat kryesore të progres raportit. Që kështu unë e kuptoj që është një projekt ligj shumë i rëndësishëm, po kam nevojë për këto dy situata që kanë qenë situata që lidhen me zinxhirin e kontrollit dhe me testet laboratorike që ne i bëjmë shëndetit të kafshëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Ekonomi, fala për ju zoti deputet. Shumë faleminderit. Unë ndjej veten të përfshirë brenda këtij komisioni dhe sugjerimet tuaja janë vërtet sugjerimet ato që prekin thelbin, sepse ne jemi për një shëndet, nuk jemi për shëndetet ndara. Do të ndaja në dy pjesë këtë. Në atë pjesën që ne tashmë kemi një projekt ligj që është pothuajse i përputhur plotësisht me legjislacionin evropian dhe ka në përputhje me rregulloren përkatëse. Këtë projekt ligj e kemi dërguar dhe në Komisionin Evropian. Komisioni Evropian ka sjell disa sugjerime të cilat do t'i diskutojmë edhe me Komisionin e çështjeve për Europën dhe çështjet e jashtme. Ne mbajmë tashmë shëndet, mbajmë marrëdhënie për çdo ndryshim ligjor që ndodhet për sa i përket legjislacionit ton për kapitullin 12 dhe kjo lloj marrëdhënie na ka ndihmuar shumë për të plotësuar të gjithë kuadrin ligjor i cili do të na ndihmojë nesër për në momentin që do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë aspekt, atë pjesë që kemi detyrimin për ta rregulluar dhe për ta përshtatur dhe për të dhënë ato sugjerimet, ne tashmë jemi duke punuar dhe për gjitha ato sugjerime po i mbyllim, lidhur me sa ju thatë për vërejtjet që Komisioni Evropian ka bërë në progres raportin e ardhur lidhur me 3 ligjet bazë, ligjin për shëndetin e bimëve, ligjin për shëndetin e kafshëve dhe ligjin për kontrollet zyrtare. Kjo plotëson dhe atë pjesën tjetër që thoni juve, shefe, që lidhet me kontrollet zyrtare. Në ligjin e kontrollet zyrtare jemi duke e hartuar dhe kjo mbyll pastaj plotësisht kuadrin rregullator ligjor për kapitullin 12 dhe na obligon lidhur me zbatimin e tij. Ne kemi filluar dhe me pjesën e zbatimit. Ne jemi duke parë tashmë ose duke implementuar ndarjen e inspektoriatit nga shërbimi. Ajo që tha doktor Dritani që vërtet është një problematik tek ne. Ka një problematik. Por këtë problematik ne jemi duke e rregulluar paraprakisht edhe pse ligji do hyjë në fuqi pas 3 vitesh. Por ky proces do të mbyllet, pra do të ndahet përfundimisht edhe një herë kontrolli nga shërbimi. Dhe të ndash kontrollin nga shërbimi, kshmank edhe atë konfliktin e interesit, i cili është diku apo është atje, nëse ti shmank këtë pjesë të kontrollit nga shërbimi, inspektoriati tashmë do jetë më vete dhe do të ketë detyrimin e tij për se si mënyrën se si do të kontrollojë dhe për të lehtësuar barrën, sepse legjislacionet tek e fundit zbatohen për ata të cilët i vuajnë pasojat e një ligji ose i marrin të mirat e një ligji, siç janë operatorët e biznesit ku ky legjislacion zbatohet, fermerët ku ky legjislacion zbatohet dhe kjo tashmë është përfundimisht drejt në rrugën e zgjidhjes. Pjesa e shërbimit veterinar do të mbetet përsëri në shërbim me veterinarët tanë
dhe do të shkëputet përfundimisht nga kontrolli duke shmangur dhe këtë konflikt interesi që është deri sot. Po do ishte mirë, ideja ime ka qenë, që kur kam vajtur në Ministrinë e Bujqësisë në vitin 2017, të kishim një agjenci, po pse mos keshim për gjithë Shqipërinë një agjenci, siç është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për ushqimin dhe për barnët. Këto ide ne mund të diskutojmë edhe në tavolinat e tjera, por sot jemi për të parë edhe këtë problem të ligjit. E megjithatë, deri tek zbatimi i ligjit ne kemi rrugë gjatë. Sepse flasim për sëmundje, flasim për salmonel, flasim për probleme në pikë, flasim për probleme të shëndetit të kafshëve, flasim për sëmundje të reja, flasim për rajonin. Pra të gjitha këto janë problematika shumë të mëdha. Dhe unë kam punuar te Ministria e Shëndetësisë shumë vite, por edhe duke qenë këtu një 7 vite te Ministria e Bujqësisë, kam thënë që kam arritur në konkluzionin që shëndetësia dhe bujqësia, shëndetësia është kaq, bujqësia është kaq. Shëndetësia merret kur smuremi. Edhe pak me shëndetin parandalus, por ne kemi fokusuar te sëmundja, kurse bujqësia është shumë e madhe. Merret që në fillim, që në gjenezë, me ushqimin, me cilësinë e ushqimit, me sigurinë e ushqimit, me gjitha. Dhe ky është është e vërtet që ne sot në pikë nuk kemi kushte për të hapur dhe për të marrë kampionin nëse duam që ta marrim në kushtet ideale, por e realizojmë atë me vështirësi të mëdha. Atëherë Banka Botërore me projektin e Bankës Botërore janë të mbyllura, janë të zgjidhura të gjitha edhe pikat se si do të për pikat e inspektimit kufitar, për mënyrën se si do të merren mostrat, janë të përcaktuara. Madje kemi ndryshim sepse një pjesë e pikave të inspektimit kufitar pas 2 vitesh dhe me hyrjen në Europë ato pika nuk do funksionojnë. Kështu që investimet po i kryejmë që të mos shkojnë investime që të shkojnë dëm, po investimet po kryen për pjesën që na duhet sot dhe nesër pikë inspektimi kufitar. Mendojmë që mes nesh dhe do ketë vetëm mes nesh dhe Kosovës. Ajo do të jetë pika kryesore, kurse me vendet e tjera ne nuk do kemi pikat e inspektimit kufitar. Ne do kemi pikat e inspektimit kufitar me ato investime që do të bëjmë sot, por hyrjet vetëm Kosova deri sot konsiderohet pjesa e cila duhet të ketë një pikë inspektimi kufitar. Po Maqedonia është në tentativa për të hyrë në Europë, Malizi po, Serbia po. Megjithëse ne në Europë, në Bashkimin Evropian kanë thënë mendjen vetëm ju e keni për në Europë, dhe ne vërtet e kemi. Se ja, për 1-2 vite mbarojmë këtë legjislacionin dhe pastaj themi që do shkojmë aty. Meqense ju ngritët një problem i cili lidhet me sigurinë ushqimore, është në fakt më i rëndësishmi deri atëherë kur salmonelën. Shiko, ka një problem tek ne. Ne i frymë më shumë se sa duhet. Që situatët që kanë ndodhur në Gramsh nuk mund t'i frymë, janë raste, janë fakte. Janë fëmijë, janë raste të shtruar në spital, zoti Erkullaj. Zero. Po ta them unë. Po jo pra, unë jam mjeke, nuk mund të thuash po zero. Farmacist jam. Po ta them unë, po mirë, dakord, unë ju dëgjova ju. Ju sot jeni përfaqësues i qeverisë, nuk lidhemi. Tani rasti është rast, dhe kur është publik. Tani ka një raport i SHP-s për këtë rast. Po deri atëherë ju thatë se do dohen 2 vite. Deri atëherë kur të antarësohemi, sot si po e bëjmë atëherë? Në këtë moment që ne, se ky do 3 vjet implementohet. Sot po flasim për sigurinë ushqimore që çalon. Salmonella janë 3200 salmonella, ju i dini shumë mirë. Përveç salmonellës tifimorium dhe enterititis, asnjë salmonellë nuk është e rrezikshme. Kështu që salmonella tani nuk mund t'i japim leksione qytetarëve kur fëmijët e tyre janë të shtruar janë hospitalizuar. Nuk është leksion, po janë shtruar, disa prej tyre janë shtruar. Vetëm një rast është shtruar në spital. Dhe 2 të tjera të cilat kanë marrë trajtim për heqje barku dhe ky është dëmtimi i shëndetit. Çfarë do lloj forme ti ajo? Kjo është një prekje shëndetit nga një kontroll që duhet ishte kryer mbi ushqimin atyre fëmijëve në kopësh. Kështu që kjo është përgjithësi, sado i lehtë apo i rëndë, është një kosto familjare, është një stres i shkaktuar familjes ku preket shëndeti i fëmijës. Kështu që të kalojmë te pjesa tjetër se që me këtë
jeni të zhytur, nuk po e diskutojmë tani, nuk po japim se fare. Se keni pasur në treg mandarina të kontaminuara, keni pasur shumë raste, nuk është në 14 milion turistë që kanë hyrë për lehtë. Se siguria ushqimore të paktën në këto 3 muaj të fundit ka qenë në qendër të vëmendjes për skandalet. Po ju lutem vazhdoni me projekt ligjin që keni, se për këtë nuk mund të flisni sot. Thash, projekt ligji i ka të përcaktuara qartë ato ndryshimet që bën dhe është plotësisht në përputhje me rregullorin e Bashkimit Evropian. Kështu që ne implementimi i tij do të jetë ajo që ju thatë, a jeni konsultuar me bizneset? Po, patjetër. Jemi konsultuar me fermerët e vegjël, me grupet e interesit. Me grupet e interesit, me prodhuesit e qumshtit, me prodhuesit e mishit, me të gjitha kategoritë ne kemi kontakte të vazhdueshme dhe tashmë po vazhdojmë, sepse implementimi i këtij ligji dhe porosia nga Komisioni Evropian është marrë. Ata që do ta zbatojnë janë grupet e interesit. Nëse grupet e interesit nuk do të jenë të informuar dhe nuk do të jenë të gatshëm për ta implementuar këtë ligj, atëherë ky është problemi i madh për ne. Prandaj, ky është një komunikim i vazhdueshëm. Edhe javën e kaluar kemi pasur takim me grupet e interesit të mishit për problemin e salmonellozës dhe për mënyrën se si ne duhet të garantojmë procesin e marrjes analizës, sepse këtu është një nga pretendimet e tyre, dhe pretendimi tjetër është që nëse analizat tek ne bëhen në një laborator i SUVI, që është laborator reference, por jemi të hapur dhe i bëjmë dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera, edhe në Bruksel, bëjmë edhe në Francë analiza laboratorike. Rastet kur ka pasur probleme të cilat nuk e kanë pranuar kryen e kësaj analize. Kështu që ky projekt ligj vërtet që kërkon rritje edhe të mbështetjes buxhetore, patjetër që kërkon rritje të mbështetjes buxhetore, por që mbështetjes buxhetore për fermerët, po flisni apo mbështetjes buxhetore për fermerët, po gjithë aty, sepse do rritet standardi. Po. Kështu që ne kemi tashmë jo vetëm një skemë të mbështetjes me grante, të skemën kombëtare të mbështetjes që doktor Dritani e kritikoi, por tashmë ajo është një sistem dhe nuk ka të futi njeri duart çdo kujt i shkon në llogarinë e tij. Pjesë tjetër ka ikur ajo kohë që ndodhte ashtu që unë të vija, të ndroja radhën, të jepja para, ato kanë mbaruar. Mos kaloni në pjesën që mos komentoni. Mund të jepni vetëm përgjigje. E dyta, kemi një skemë të mbështetjes me grante për ndërtimin e stallave, serave, pra për të rritur standardin dhe për të prodhuar si që prodhojmë në vendet e Bashkimit Evropian. E treta, kemi dhe skemën e garancisë sovrane. Garancisë? Garancisë sovrane, e cila është një skemë që do të fillojë ndoshta ndoshta nga shtatori. Kështu që këto 3 skema të mbështetjes ne po i lancojmë për fermerët tanë, të cilët duan që t'i qasen skemës, sepse një problematikë shumë e madhe që unë i bëj thirrje gjithë dhe jo vetëm pjesës tonë, por edhe pushtetit vendor, edhe parlamentarëve, që ne duhet i mësojmë fermerët që t'i qasen skema. Nuk arrin që t'i njohin ato, e kanë informacionin e sunguar. Kështu që kjo është një detyrim që na takon të gjithë ne bashkë për ta bërë, jo vetëm Ministrisë Bujqësisë. Ata janë shumë bashkëpunues, por nuk arrin dot që t'i qasen shumë skemave për të marrë atë, edhe pse ne këtë informacion e kemi përcjell. Por duhen gjithë aktorët, duhet pushteti vendor, duhen parlamentarë, duhen patjetër gjithë, duhet media, për t'ju thënë atyre që afrohuni, sepse skemat të mbështetjes do të ketë. Plus që ne kemi në Bashkimin Evropian, pas përfundimit të legjislacionit në vitin 2027, Bashkimi Evropian do të fillojë në implementimin e këtij legjislacioni dhe të zbatimit këtyre ligjeve për fermerët tanë, do të na trajtojë në disa aspekte një lloj sikur të jemi vend antar ose fermer antar i Bashkimit Evropian. Në fakt, zoti Jakuplari, thirrja juaj mund të jetë ndershme si një person i punësuar në Ministrinë e Mbikëqësisë dhe si një nëpunës
me ndërgjegje, por në fakt ne kemi Pardin që është sot në hetim nga Komisioni Evropian për fondet e abuzuara, kështu që unë nuk besoj që shqiptarët besojnë të këto qasjet tuaja, përsa kohë kanë njerëz janë hetim nga vetë Komisioni Evropian për abuzime me fondet për bujqësinë dhe blegtorinë. Kështu që unë besoj që larg fjalëve puna duhet tregoj më shumë. Edhe ajo që ju thatë që nuk mund të ndërhysh në skemë, natyrisht ka ndërhyjet në skemë, skemat përfituesit e skemave përgjithsisht kanë qenë oligark nga i Pardi, kanë qenë njerëz me shumë pushtet apo njerëz që kanë lidhje me politikën. Gjithsesi, unë ju falenderoj për këtë prezantim, uroj shumë që ju dhe stafi juaj të keni mundësinë ta përmirësoni gjatë këtyre kohëve edhe atë qasjen jo të plot, po të pjesshme, ju e thatë plot, po të pjesshme me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe të hartoni një ligj vërtet që të ruaj dhe të garantoj shëndetin jo vetëm të kafshëve, po edhe të popullatës. Kështu që më lejoni që nëse nuk ka pyetje ta hedh në votim. Ka pyetje? Atëherë kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Faleminderit. Ditë mbar, zot Jakullari. Lutem se kërkohet dhe një votim nën për nën, ma kaloni që. Po ma kalotu. Ma ke burgën. Hajde. Si ja. Ne ishim sa njene janë. Po, ma je patore. Sa nene, 300 nene do lezën për nene? Unë me kapitull të paktën, kapitulli i parë, pa. Sa kapitull? Atëre, ne votuam në tërësi, e edhim edhe me kapitull, pra nen për nen. Po, me kapitull, po. Atëre, 9 kapitull? Atëre, okej. Janë shumë nena.
Vazhdojmë me votimin nën për nën të ligjit, të projekt ligjit të sjellë për shëndetin e kafshëve. Projekt ligji përbëhet nga 9 pjesë që përmbajnë gjithsej 273 nene dhe 4 anekse. Në pjesën e parë të projekt ligjit përmbahen 3 krerë dhe 17 nene nga neni 1 deri në 17. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në pjesën e dytë përbohet nga 4 krerë dhe në krerun e parë janë nenet 18 deri 23. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e dytë nenet 24 deri në 30. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e tretë nenet 31 deri në 35. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e katërt nenet 36-42. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në pjesën e tretë të projekt ligjit, në krerun e parë janë nenet 43 deri në 45. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e dytë nenet 46 deri në 47. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e tretë nenet 48 deri në 52. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e katërt nenet 53 deri në 71. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e 5 nenet 72 deri në 83. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Pjesa e katërt përbëhet nga 3 tituj dhe në titullin e parë ose në pjesën e parë janë nenet në krerun e parë nenet 84 deri në 107. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e dytë nenet 108-123. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e tretë nenet 124-154. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e katërt nenet 155-156. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në krerun e 5 nenet 157-165. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i 6 nenet 166-169. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i 7 nenet 170-171. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Titulli i dytë përmbën 4 krerë. Në kreun e parë janë nenet 172-190. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i dytë nenet 191-221. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i tretë nenet 222-225. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në kreun e katërt nenet 226. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Titulli i tretë i kësaj pjese përmban vetëm 2 nene 227-228. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Pjesa e 5 e projekt ligji përbëhet nga 3 krerë. Në kreun e parë nenet 229-239. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në kreun e dytë janë nenet 220-222. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Në kreun e tretë është neni 223. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Pjesa e katërt pjesa e 6 përmban 6 krerë. Kreu i parë janë nenet 244-246. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i dytë nenet 247-248. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i tretë neni 229-250. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i katërt nenet 251-252. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i pestë nenet 253-254. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kreu i 6 neni 255. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Pjesa e 7 janë nenet 256-261. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Pjesa e 8 përbëhet nga 3 krerë, nenet 262-268. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Pjesa e 9 nenet 269-273. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Edhe në tërësi ligjin, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Faleminderit, ditë mbarë. Nesër në orën 11
njoftojmë mbledhjen e radhës së Komisionit të Punës Çështjeve Sociale me projekt ligjin e propozuar nga deputeti Lefter Shtënja për disa ndryshime në Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë. Minuta kofshëm.